يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall. Atë e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Selavatet që qojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe këtë muslimanëve që e kanë pasuar e pasojnë dhe ndjekin rrugën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Vëllezër të dashur musliman xhamatllin të nderuar, kjo është hutbeja e dytë që flasmi rreth një teme që është përhapur në ditët e sotme, e ajo është padrejtësia që bëhet ndaj gjinisë femërore ose ndaj bashkëshortes. Inshallah dhe kësaj radhe do të flasmi, por ndoshta mbetet material edhe për herave të tjera. Ato që deshta me I përmend sot disa prej zullumeve, padrejtësive që I shkaktohen gjinisë femërore ose bashkëshortes, prej tyre thash se fillimisht përderisa Islami është ngritur në një vend, atëherë duhet ta kuptoni se edhe padrejtësia ndaj bashkëshortes është e ulur. Domethënë, sa më shumë që Islami është ngritur, çaq më shumë I ipen të drejtat bashkëshortes dhe çaq më shumë I ipen të drejtat gruas, sa më shumë që është Islami I ngritur. Dhe sa herë që fillojnë njerëzit me lënë anash Islamin, edhe me marr kultura dhe adete të huajve dhe atyne si të evropianëve dhe të tjerë, sa më shumë që fillojnë me lënë Islamin dhe me marr adetet e tyre, ta dini se padrejtësia ndaj gruas do të shtohet vetëm se me mënyra dhe lloje të ndryshme, pak më të modernizuara, përndryshe padrejtësia do të shtohet nëse njerëzit fillojnë me lënë anash Islamin dhe më kap me kultura të tjerëve. Ndërsa prej zullumeve që bëhet ndaj bashkëshortes, unë po I bisi pika, pa hin detoj me argumente se bën shumë. Prej zullumeve është edhe nëse njëri veç për shkak të gjenit të tij që e ka, që është pak si tip më I nervozuar dhe më I hidruar, që ndor dhe e rro bashkëshorten e tij pa ndonjë të drejtë. Atëherë le ta din që ai ka bën zullum bashkëshortes së vet, dhe për këtë zullum ai do të kusuritet në ditën e gjykimit ai me bashkëshorten e vet, edhe pse ka jetu pastaj me ato si bashkëshorte. Pastaj edhe tortura të ndryshme, dhe këto tortura të ndryshme dhe rrahje të ndryshme që bëhen në kohën tonë, unë kam dëgjuar dhe sigurisht edhe ju I keni dëgjuar që bëhen ndaj bashkëshortes, dhe që ta dim se Islami këto gjëra I ka ndalu dhe I ka llogarit si zullum ndaj bashkëshortes. Pastaj prej zullumeve që I bëhet bashkëshortes, e që edhe këtë e kemi ndëgjuar sigurisht edhe ju e keni ndëgjuar, është kur shumë herë shumë bashkëshorte ose shumë gra dojnë me pas fëmijë, kanë qef me pas fëmijë, ndërsa bashkëshortet e tyre, burrat e tyre, thonë na nuk po dojnë atë fëmijë. Herët të shkuha atë fëmijëve, nuk po dojnë, dhe ta dim që edhe kjo është një zullum që I bëhet bashkëshortes. Pastaj zullum tjetër që I bëhet është edhe ajo se nëse rastis, e që shumë herë po rastis, edhe është shtubile numri në ditët e sotme, është kur lëshohet ose bëhet talak, shkurorzohet bashkëshortja. E kur shkurorzohet, ajo fëmijët I shkojnë nga ana e gruas, pse kjo është çështje që trajtohet më ndrysh, po vetëm si bles po e tham. Shkojnë nga ana e bashkëshortes, ndërsa burri, babai atyre fëmijëve, mendon se ai nuk ka asnjë obligim ndaj atyre fëmijëve, dhe kerejt përgjegjësinë ja lën nanës së vet, që ka pas deri dje bashkëshorte tash e ka shkurorzu, ndërsa ai nuk e din që obligohet ndaj atij fëmije, edhe nëse shkon atë bashkëshorte, edhe nëse bashkëshorti atij shkon tek babai I vet, prap e ka obligim me majt atë fëmijë derisa të rritet. Ndërsa
prej zullumeve që i bëhet bashkëshortës në ditët e sotme, dhe ka qenë edhe më herët, po tash më shumë është shfaq kjo, është kur disa të martuar, ka i herë të sapo martuar, janë ata të cilët kur ndoshta të sapo martuar më shumë, kur takohen me shokët e tyre, edhe ja nisin me kallëzu sekretet që ai ka me bashkëshortën e vet. A e dini, takohet me shokët e vet, edhe thot a di çka kum bëne mbrëm me bashkëshortën time. Unë kam bë kështu, ja nis i tregon sekretet, intimitetin mes tij dhe bashkëshortës që e ka pasur. Le ta dinë se kjo është, po që është e ndaluar, edhe ka bën një zullum të madh që i ka bë bashkëshortës ky person. Dhe këtë e ka qërtu bilirant pejgamberi a.s. në hadithin që vjen për Ebi Saidin il-Khudrijit radiallahu anhu, që tha pejgamberi sallallahu a.s. Inna min asharri an-nasi 'inda Allahi manzilatan yawm al-qiyamah ar-rajulu yufdi ila imra'atihi wa tufdi ilayhi thumma yanshuru sirraha. Tha pejgamberi, njeriu më i keqi në ditën e gjykimit është ai njeri, e rëndë shikoj vallahi. Njeriu më i keqi në ditën e gjykimit është ai njeri i cili kur natën i afrohet bashkëshortës dhe bashkëshortja i afrohet atij, e pastaj të nesërmen ai e shpërndon këto çka bëri me bashkëshortën e tij në mesin e njerëzve. Mirë, po këto tha pejgamberi alajhissalam, njeriu më i keqi prej me të këqive në ditën e gjykimit është ky. Prandaj ruaje sekretin edhe ti me bashkëshortën tënde. Ndërsa prej zullumeve tjera, e që mu kësi lloj ankesash më kanë ardhur mu prej zullumeve tjera janë edhe del një grua punon, nëse puna mbetet halal për ta, se ka do kushte e puna, vetëm se ajo punon dhe krejt pasurinë e gruas ja merr burri. Ndoshta bili kësi rose janë më të përhapura në disa pjesë të Shqipërisë, fatkeqësisht. Edhe punon gruaja e burri, jo tani që i harxhen ato, ja merr pasurinë e gruas, jo që ja merr në halal tani, po i merr dhe i harxhen në asi vera të atyne, atin që duke kishte kur gjë, në alkoolin e tyre e pin. Ndërsa kjo për zullumit, bashkëshortja nëse punon, paraja mbetet për ta. Ajo nuk e ka të drejt burri mja morat pasuri, bem ati mu pasurin, se ti jenë shtëpin time. Jo, ajo është të punu, nëse është të punu, me pun halal, atër parja është e sajna, dhe ajo ti nuk e ki as një tru të drejt në bi pasurin e sajna më. Ndërsa këtu dit është përhapur që i amer pasurin dhe bële tani ju që ja merë shkën dehet edhe kur vjen tani edhe ja ban zullumin tjetër edhe e rohë bashkëshortën e ti. Pastaj prej zullumeve tjera, e që kjo është pak ma i randë dhe i përhapur, ko që dhe në trevat tona, është edhe ajo se të mirat që i ka gruaja, moralin e mirë, sjelljen e mirë, etikën e mirë që e ka bashkëshortja, njerëzit fillojnë me ja kthy për në të keqe. Duke e llogarit, nëse një grua dënë me ka njeri i devotshëm, dënë me ka njeri i turpshëm, ose grua e turpshme, me rujt moralin e vetë, nderin e vetë, dhe një grua cila dënë me vnu hijabin e vetë, mbulesen e vetë, ndërsa del burri, e që shpesher valla, mu më ka roset e pse nuk pëvnë në shamin ti, kur i kam thonë, pse s'pëvnë në shamin, valla e kësha vnu, vetëm se burri nuk po mlen. Kësi rose kemi të shumëta, ai po që ka haram, po zullumi shtes edhe ndaj bashkëshortës së vetë. Ndërsa kur gruaja thash, do në më bua devotshme, ky i thët jo, lej se këtu janë prapa mbeturi, këtu janë ekstremitet, lej këtu sene se ka kalu kuha këtyre seneve, le ta din ata që veprojnë një gjatë të tillë se janë duke i hinë në hak bashkëshortës edhe me këto i kanë bo zullum. Pastaj, prej zullumeve tjera është edhe ajo që është përhapur edhe kjo, thojnë se, qka ke kjo, burri ose babaj mu kujdes për qiken. Edhe bili kësi lloj intervenimesh tërthorazi bën edhe në për shkollat tona, që përpiqen me mësu fëmijë që ti je e lirë, ose ti je i lirë, s'ka kërkush dorë mbi ty. Jo, na kemi të drejtë, kemi dorë mbi fëmijët tonë. Na do të kujdesemi për ta, na do të shkollojmë dhe të edukojmë ata. Ndërsa i mësot fëmijë që hajde që kjo është prapamëtori, ti me të çka të bëj baban. Kjo është
është i thot çikës, hajde se ku po tanin ty. Unë thot, babi më ka thonë çështu mos më bën, hajde se babi kush është ai, ti do të më kon e lirë. Kjo lloj padrejësie që mësohet bëni po na mësojnë fëmijët qysh në familjinë e tyre. Pastaj ajo padrejësia që bëhet gjithçysh një numër i madh i njerëzve marrin përdorin strategji të ndryshme me i shti gjithçysh edhe gratë në përpuna. Nuk është bash patjetër gjithçysh me i gratë në përpuna, po përpiqen me i shti gratë në përpuna duke ju thonë me një zullum tjetër që i bëhet gruas. Duke i thonë se çka ka ajo burri ti me të mojt. Çka ka ajo burri me të mojt? Ti duhesh me mojt vetveten tënde. Nuk është kështu e drejtë. Nuk është edhe kështu i ke bo zullum, se na e kena obligim me mojt të bashkëshortën tonë. Allahu Azza wa Jall në Kur'an, kur na ka boni dhe me shenjë në Kur'an, ka thonë وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Allahu tha, jo jetoni dhe silluni mirë, jetoni bashkë me gratë, jetoni dhe silluni mirë me to. Jetoni dhe silluni mirë me gratë. Ndodh, tha Allahu, që në një prej grave të juve e vëreni në sen të keqë që e ka. Amo tha, ndoshta Allahu edhe pse ka qatë keqen, e ka një të keqe diçka, një që juve s'po ju pëlqen. Amo ka mundësi prej sajna Allahu me sjell shumë të mira. Kështu që na boni me shenjë edhe nëse e ka një të mirë, një të keqe, mbola ja se i ka qindra ndoshta të mira të tjera, por Allahu tha, jetoni dhe silluni mirë me gratë. Ato që i përmenda më herët janë zullume, nuk është sjellje e mirë me gruan ato që i përmenda më herët. Dhe që e kam përmend në herën e kaluar. Ndërsa Allah po na drejtohet në mënyrë urdhërore, silluni mirë me gratë. A di si kanë trajtuar dietarët silluni mirë me gratë këtë çështje, këtë ajet, kjo është ajet, si kanë trajtuar? Prej tyne al-Jassas al-Hanafi, kur e ka trajtuar këto, ka thonë a di çka i bjen kjo në Kur'an. Kjo i bjen që Allahu po thotë, edhe kur ta fejësh një grue, një vajzë, edhe kur ta fejësh, e ki obligim me ja dhon hakin mehrin e sajna, dhuratën e sajna. E që ma heret, mehri i gruës ja ka morë baba i vetë. Ma heret, e që unë di kësi rase, ja ka morë baba i vetë. Aja nuk është e drejt e babës në një zullum që ka bo qikës. Ndërsa, në ditët e sëtsme, po në rastis ku edhe ndëgjojna kur i themi që mehrin me jallon se duhet me jallon, ato që jo mërë, po nëse kam qiken për me shit, ta dimi si këtë, a e ki me shit, ase ki me shit, kjo është kuptimi joti, se i thes është dhurat që i ipet të gruës kur ti e fejan atë. Ndërsa, dietarët këtu po thojnë që Allahu po të silluni mirë, jepja dhe mehrin e sajna. E kërkoj se e kërkoj. Në ta mort menje me kërkesën e saj dhuratës se e kërkon, e martën, s'ta mërë menja se martën. Ndërsa këtu të t'hin edhe e nefaka, tha al-Jassas al-Hanafi, këtu hin edhe kur ka nevoj me i dhonë, s'ka nevoj me pritë me shku me lypna për halka, e se kam nevoj për mi ble do senet mi atone. Se janë shumë senet që bashkërtja din mi ble, ti ty bëndim ja ble, edhe thët me shku me lypna për halka, kjo nuk ka nevoj, por ti duhet mi adhonë kjo nëse me hin ajetin që silluni mirë. Pastaj silluni mirë, tha këtu hin edhe fjallë të ronda, kur ti i fol, e rëndën me fjallë bashkëshortën, i jafyn nanën e sajna, i jashon nanën e sajna, i jashon babën e sajna, i jashon familjen e sajna, i jafyn, ta dini se kini dalë për këti ajeti. Ajeti po silluni mirë, nëse kështu vepën nuk jetu u sjell mirë me bashkëshortën, për kundër juve çkaq, por edhe fjallët kanë thonë, këta dietarë po thonë, edhe fjallët mi zbut pak kur të falsh me bashkëshortën. Pastaj juve çkaq, por kanë thonë, ndash me hin këtë ajet që silluni mirë, edhe imralaft mos rre para bashkëshortës. Kështu e trajtuan, edhe imralaft mos rre pa ndonjë arsye, mos rre imrala kështu para bashkëshortës. Ndërsa Ibn Kathiri, kur e ka zbërthy këtë ajet, ka thonë, kjo i bjen bëhu i sjellshëm me fjalë ndaj bashkëshortës, bëhu i sjellshëm me veprime ndaj bashkëshortës dhe bëhu i sjellshëm edhe në pamjen tënde, edhe në teshat e tua, bëhu i sjellshëm dhe i edukuar me bashkëshortën tënde. Ndërsa Tërgjumal el-Kur'an që i thuj, përkthyesi i Kur'anit, të njohësi më i miri i Kur'anit, Ibn Abbasi, a di se ka zbërthy këtë ajet. Këtë ajet kur e ka zbërthy, një fjalë të tij që ka pru Ibn Abi Shejbe në Musanefin e tij, ka thonë kështu Ibn Abbasi. Ka thonë, inni uhibbu an atazayyana lil mar'a kama uhibbu an tatazayyana li al mar'a. Ka thonë, unë kam qef dhe dëshiroj
dhe du, one mu zbukuru edhe në teshat e mia. Kjo sahabisha ki pejgamberit, ja kjo ka një fenja cili ka thonë unë du dhe dëshiroj dhe kam dëshirë mu zbukuru para bashkëshortës time. Mu zbukuru, jo më shku si lëps, për shembull para bashkëshortës teshat më të këqijat, ose i palon edhe krejt, kur dilë që jashtë tani me shku në të kundërten, i lanë edhe i këthjalt dhe. Ndërsa, Ibn Abbas kam qef mu zbukuru para bashkëshortës, qashtu qysh kam qef bashkëshortja mu zbukuru para meje, tha për shkak se Allahu ka thonë walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, se edhe gratë kanë hake që ti dosh me ja plotësu, sikur ato gratë që kanë hakën ndaj burrave që duhet me i plotësu. Dhe të fundi po e bi hadithin që tha pejgamberi alayhis salam, hadithin që transmeton Imam Tirmidhiu, tha pejgamberi sa khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Më i miri për juve është ai që sillet mirë me bashkëshortën e tij, me familjen e tij dhe me bashkëshortën e tij, e unë ta sill na mirë. Dhe këtë hadith Sheikhul Albani e ka bërë të vërtet. Dhe sjellja e pejgamberit ka qenë me bashkëshortën. Kur ka pas nevojë me i shti për me qesh, i ka shti me qesh. Kur ka pas nevojë me i ndihmu edhe në punë të shtëpisë, i ka ndihmu. Sjellja e tij e mirë ka qenë edhe kur kanë bën për mishtime bën hajgore pak, i ka shti me bën. Por ndajherë edhe ka marrë edhe ajshin, edhe i ka shti hajde cili pe mund njëri tjetrin me ngajt. Kërejt këtu për mja plotësu dëshirat, edhe mos me i bën zullum bashkëshortës, ato që po themi na tema që është mos me i bën zullum grave. Normal djarani tani mos me i bën zullum burrave, vetëm se kjo mbetet darmen. Na lusmi Allahun azza wa jalla të na falë, të na mëshirën. Lusmi Allahun azza wa jalla xhenet me pejgamberët të na takon. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.